Islamin mainstream e konsiderojnë fe të lindjes. Thuati se Jezu Krishti pas ka lindur në Bruksel. Po, kjo është një nga ato argumentet e lodhta të islamofobisë shqiptare mbi ardhjen lindore ose orientale të Islamit. Në realitet gjitha religionet botërore, me ndikim botëror, origjinën kanë nga lindja. Kështu që gjithsesi edhe judaizmi edhe krishterimi ka lindur në lindjen e mesme, ka lindur në Azi, ka lindur në lindje. Për më tepër kur e përdorin si argument të origjinën lindore të Islamit, si argument pse ndërsa ne jemi popull occidental, është e çuditshme për shembull përpos kësaj standard dyfish në lidhje me krishterimin është edhe ajo që kohëve të fundit është bërë trend tek disa të rinj kryesisht, por ndërsa edhe tek moshës me 40-50 vjeç të disa. Është paraqitur edhe një ndikim interesant e asaj që quhet spiritualizmi lindor, do të thonë ku përfshin edhe ato aspektet budiste, ndoshta edhe hinduse, konfucioniste, yoga, edhe për shembull në Tiranë para pak vitesh të patardh një guru indian, edhe askush se problematizoi këtë, askush se problematizon për këtë ndikim nga lindja. Dhe çka është më interesant, vendlindja e Jezu Krishtit Betlehemi është në Palestinën e sotshme. Po, dhe atje kryetari e komunës me ligj duhet të jetë një krishter.